Klubi Futbollit Shqiroka kalon me sukses se ndeshjen e parë të fazës play-off duke mundur 2-1 rrezën e Shijakut. Me njëherë pas ndeshjes me Taner Njeri Pablo se vjen dhe debuton me fitoren e këtë ndeshje. Urime për sot. Shiroka win the first playoff match 2-1 against Zeni, and you start with your debut with the new team with a victory. Congratulations. Okay, thank you very much. I kënaqur me performancën e skuadrës sot? Are you happy with the team's play today? First, I want to tell thank you for the players and congratulations for the four during these 10 days working together and especially for today match. Do me thënë një falënderim për lojtarët për këto 10 ditë që kena punu, edhe një falënderim për fitoren e sotme. Okay, for other sides, it's only 10 days, stay with the player, new mentality, new dynamic, so this is very difficult to only in 10 days create this kind of things, but today I am happy for this because I see something that I want to see in the next match. Në 10 ditë që kam punu me lojtarët, jam mundu me adaptu me ambientin e ri, me dinamikat e reja, po për 10 ditë jam i kënaqur dhe jam shumë i lumtur. Gjithsesi, barazimi ishte në fuqi deri në fundin e takimit, në fund u zgjill me golin e fitores. Till the end the match was drawing and in the last minute we scored the second goal. What do you think? Yeah, this is true, was draw, but the rival arrived only one time. It was one mistake in one side, one disconcentration, and score goal only one shoot, because if you see, only score one time. And for us, we score 5, 7, 8, 9. It's something about the accurate, okay? So, but we were sure about winning the end of the match. Është vërtet që ka kanë deri momentet e fundit barazim, po kundërshtari vetëm një herë erdhi te porta jone dhe bën një gol. Ne kena pas mundësi me bë 5, 6, 7, 8, po duhet me punu më shumë këtë ditë vazhdim për saktësinë para portës. Kjo fitore patjetër jep të tepër moral, besim dhe optimizëm për vazhdimsinë. Do ta kërkoni kategorinë e parë? This victory gives you more confidence and more hope to be in the next year in the next division. Of course, and we are working for this. This is good because now we have 6 days more to continue improving the team. And the victory of today is only the reward from the last week, okay? From these 7 days with all the dynamic, all the things. So today we got something. Congratulations for the team, and now we're ready for the next. Po, normalisht që do kërkojmë në këto ditë që kena punu në shumë kënaqur, edhe do mënona që këta 6 ditë që kena deri në ishin tjetër të vazhdojmë punojmë kështu edhe pse jo. Në aspektin personal, kjo është hera parë që jeni në Shqipëri të në Shkodër si trajner? In your personal aspect, so this is your first time in Shkodër in Albania? It's my first time and I am very happy with everybody. It's good country, good city, the people are amazing, very polite, and the weather is top, so I am enjoying a lot. Është hera parë Shkodër, Shqipëni, pëlqen njerëzit, pëlqen ushqimi, ka shumë diell dhe jam shumë i kënaqur që jam këtu. Me kolegun tuaj me ta për Ardit Mani, i cili ka punuar gjatë gjithë sezonit, si janë marrëdhëniet? With your colleague Ardit Mani that has worked with the team throughout the year, how is your cooperation with him? With Danilo? No, with Ardit. With Ardit, very good, very good. We have the same mind, very open. We try to talk every day. We change different idea, and finally between all the stuff, okay, we put the player and we put the idea in the match, and finally today. So congratulations not only for the player as well for the staff and for the president and all the club in general. Flasim po thuaj se çdo ditë ndajmë ideja shumë në hapën, edhe jam shumë i kënaqur që jam të punu me të. Përveç kësaj jam shumë i kënaqur që jam pjesë e këtij ekipi me këtë lojtar, me këtë staff edhe me këtë president, edhe jam shumë i lumtur. Ardha ju në Shkodër me projekte afatgjatë apo si janë për parashikimet e vazhdimsinë, për të qëndroni tek Shiroka? Is your stay in Shkodër going to be a short period or a long period? Step by step. Now, think for the next match, that is the most important. Hap pas hapi, mendojmë për ndeshjen tjetër edhe fund shohim. Rëndësishme është që debutohet me fitore dhe kjo është një hap pozitiv për ju dhe për skuadrën. The important thing is that you debut with a victory, and this is right footstep for you and your team. Okay, give confidence for the team for the next match. So now prepare the next match and be positive to win again. Jep shumë besim ekipit për ndeshjet vazhdim dhe ka shumë atmosferë pozitive te ekipi. Urime edhe një herë dhe sukses në vazhdimsi. Congratulations and thank you very much.